Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin në rum, këtë jaf i përcolëm besimtarët ton, muslimanët ton, për në trojet e shenjta në haqë. Inshallah Allahu Teala të gjithë ata cilët kanë shku, Allahu kabul t'ja u bën, inshallah të kthehen shëndoshe mirë dhe pa mëkate. Po një këshill do kisha pas dëshirë ta ndaj me ju, që ata të cilët vendosin për ta kryer këtë shtyllë të dinit islam, shartin e 5 të fesë islame, që është kryerja e haxhit për ata që kanë mundësi, është xhamat që të kryhet në moshë sa më të re. Është mirë të kryhet sa më i ri, sa më mirë. Po pse, nëse shkon plak nuk bëhet kabul? Jo. Në aspektin sheriatik, si plak, si ri, borxhe ki. Po, flasim për forcë edhe mundësi. I riu ka forcë ma shumë, mba mend ma shumë, mund të hece ma shumë. Pleqnit, a i vullnet mund të kese, ama nëse sosh me shëndetin mirë, dishkoje shumica e kohës ma shumë duke ndet në hotel, se sa duke bot tavaf. Sepse shkaku i smundjes, i pa mundësis, pa fuqis, ose dëjese gjatë kon hotel s'dë mundet të shkoje të boj adhurime shumë, ose dë duhet taksirat dikushi prej shokve, prej kolegve, prej njerëzve të cilët janë haq, ta mbaje për krahi. E ta xhamat, a gjë është lodhje dhe vetë kur hecën. 7 radhë të bëjsh tavaf, 7 saj në mesafa dhe merve, është lodhje. Vetë këshu hiq pa ngarkesë. Po tash edhe dikush të vihen në krah, të mbash për krahi, të mbash do thot lidhet pas veti, në fund do ta kiesh lodhjen hala ma tepër. Valla axhi ma bën halal të këm lodh. Po tash pse ta lodhish dikandit? Prandaj ma mirë është xhamat, për ata që kanë mundësi, nisin ta kujtojnë, ta bëjnë haxhin sa ma tri, sa ma mirë. Se dhe plaki ka drejt, nuk mësë më keq kuptojni, mësë mendojnë dikush se hoxha tha pleqnit mësë shkojnë haq, jo. Po ma e preferume është që mos e bere njerit shkoja që me kolicë. Shkoja që hoxha së nheci be dhe një kolicë ta kësha gjithë. Saj kur ka shku prej këtu mirë ka kanë, ama kur e ka pasë sa duhet heca gjë, hoxha valla u pkuta. Hoxha jëm lodh, hoxha s'mundëm. E po ta shka të bojë hoxha me disu dhe? Unë vetë këm pas një përvoj që kështu, kur shkum në haq, njoni hala pa mbrit e qabja urzu se mbajshin kamët, prej të hoteli, si kisha as 4-5 kilometre, prej të hoteli të mbrit afer haremit u lodh u shtrin. Së në qohëm, tha. A hala s'kemi nis tavafin, hala s'kemi bo sajnë, kur gjo, hala pa nis u dorzu. Po qka të boja i 7 radh qabët të ira, po 7 herë sajnë safa merve, po edhe një herë të kthejë dherë në hotel, det në bolnicma, do të të mës munda i qohët hiq. E po a haqo kjo? Ti shkoje pastaj na për spitale, shtrim, dhe një sën qohët, me kolicma sa ndë hajde midisu dhe tash 200-300 agjileri kje në kontrol, tash ati këshirish ato, atë shkoj zhensh kolicë për këtë. Do thot ta bënd lomshe dhe të ketë ceremonin e organizimit. Pra ndaj xhamat, është mirë njeri ta dije vetin, sa mund është ta bësh. Nëse ta merr mendja se den qosh, dilin qosh. S'ta merr mendja, pregaditu prej këtu. Merr kolicë prej këtu. Se kolicë dhe gjë shtrejt, më stush, më se valla, do të ma paguje mu bashkësia islame. Jo, ti ke shku në kam tuja, marveshje s'ke boti për kolicë. E kolicën ti e kije prej xhepit ton pastaj. Ama i shtrejt ti pas kanë kolicët, pa i biznis ka shku të boja i, ka shku prej Indije, ka shku prej Pakistani, ka shku prej Afriket, baje njërsi me kolicë, ka shku se vapet boje, a i ka shku paret boje. Prandaj, duhet ti mendojsh do sende. Është me e pëlqyshme, pra, sa ma i ri, sa ma mirë. Ama o gjo unë i ri, së në shkoj se së në mba haxhin, kjo është një teori e jona. Së në shkoj në haxhilok i ri, se së në mba. E di një gjivin kjo? Ho gjo, kjetë, së në thot, ama unë e dëva thëmë. Hoxho, së më bëj dalavere si shkojnë në haq. E në pak të bëj dalavere, ma se ka fundi mo, kur dalën penzi, e atëherë dërshkojnë e mo dilan këtë që të në lëket. Që këshu i vinë kjo më përkëthim Shqip. E po është tash, xhamat, a me shket logik në duhet funksionim? Nuk e bëj haxhin se hala së një lan renët.
E do të arrejden i mishterizë, haqia të reje, se ka plot, kanë shku do haq, ama të fliqin të rej, aj se ka shti hiq në krije këtë. E gjemat, do të kemi pak parasysh. Të rejsh, në mashtrojsh, ndash haqi, ndash pa haqi, ti haron me kije. Ti atë pasuni që defitoj shashtune me dalavere, me mashtrime, e kequn shpi haram, ndash keje haqi, ndash s'keje haqi. Po leja të pralla, nis me ndoje të shkumën për në haq. Po, hoqë së në mba. Pse së në mba? Qka duhet për të mbajt? Ti i e të mbajt, nisen që është ma e madhe se haqi, ti e të mbajt islamin. Mbrenda islamit është shahadeti, namazi, zekati, ima, këtë sejnët që mbrenda islamit. E ti e ke marrë mbi veti, ti e muslimon, e ke mbajt islamin, e thëtë së në mba haqillokin. Kjo është e sikur ti e të imbajt një thes 50 kile, ama ndi nëllon 2 kile, thëtë së në mba. Cila është me randë? A ki thesi 50 kile, a nëlloni 2 kile? Cila është me randë? E ti e të e thonë se këtë randën e mba, ama këtë letën së në mba. E gjema, ti e të mbajt islamin, ti e muslimon, je të mbajt islamin në vetën tënde, e je të thonë një pjesë të islamit këtë së në mba. Me shku me këtë logik, atër edhe mësu falë, së në fali namazin se së në mba namazin. Nuk mba Ramazan se së në mba Ramazanin, thot se ka na shumë problem. Me këtë logik duhet këtë ibadetet me ilan, edhe në fund me ilan edhe islamin. Po gjematin dhe rum, ne e mbajmë islamin, me gjitha kushtet e saja, andaj nuk duhet të themi se s'mundëm të mba. Edhe haqillëkin mbahet, edhe haqillëkin mund të mbash, po normal për çdo ibadet duhet i është i vendosët. E inshallah ta'ala, Allahut na i lehtësoj gjithve, edhe të na e bëjt mundshme, që në plan programin ton të ashtim edhe këtë ibadet. Jo kur të mplakmi, kur të bëhemi të pa mundshëm, po në mundësin e parë që e kemi, të ashtim dhe thot në programin ton, që inshallah Allahu ta'ala njëherë na e bëjt nasib, na e bëjt mundshme që të shkojmë të shohëm atë vend bekum, e inshallah të realizojmë edhe këtë kusht të haqit, se tha pejgamberi a.s. se për haqin me brur, haqin e plotsu me gjitha kushtet, nuk ka shpërblim tjetër për pos xhenetit. Inshallah Allahu Teala na e bëjt mundshme ta fitojmë xhenetin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.